profeti alayhis salam, cili thot në gjysmën e muajit Shaban, në gjysmën e muajit Shaban, Allahu subhanahu xhalla xhelalu i fal gjithë njerëzit. Amnisti, i madhi Zot na falen në çdo moment, çdo kohë që ti kërkon falje te Zoti, Allah azza wa jall të falën. Veçantë e gjysmët muajit të Shaban është pikërisht ajo që thot profeti alayhis salam që Allah azza wa jall i falen gjithë njerëzit. Në gjysmën e muajit Shaban, bas hadithit profeti alayhis salam. Përveç dy grupe njerëzish. Janë veçuar dy grupe njerëz. Ka një hadith tjetër që inshallah do të ndalem pak më tepër ke ky hadith, pavarësisht se këtu ndahen dietarët për sa i përket saktësisë së hadithit, ke për atyre që thonë është i sakt, hasan, i mirë, ke për atyre që e thonë të kundërtën. Mirë, po inshallah do bazohemi në atë që thonë dietarët, një shumicë ose një grup i dietarësh që thonë që është hadith i sakt. Duke u bazuar faktikisht që e ka saksu Albani, Allah e mëshiroft, e ka saksu Albani këtë hadithin që flet për gjysmën e muajit Shaban. Është një hadith që flet për gjysmën e muajit Shaban. Biles, ke për atyre dietarëve që thonë është i vetmi hadith i sakt për sa i përket gjysmës së muajit Shaban. Domethënë 15 të muajit Shaban. Çka është ky hadith? Për çka flet ky hadith? Ky hadith i cili flet për gjysmën e muajit Shaban tregon profeti alayhis salam, cili thot në gjysmën e muajit Shaban, në gjysmën e muajit Shaban, Allahu subhanahu xhalla xhelalu i fal gjithë njerëzit. Amnisti, i madhi Zot na falen në çdo moment, çdo kohë që ti kërkon falje te Zoti, Allah azza wa jall të falën. Veçantë e gjysmët muajit të Shaban është pikërisht ajo që thot profeti alayhis salam që Allah azza wa jall i falen gjithë njerëzit. Në gjysmën e muajit Shaban, bas hadithit profeti alayhis salam. Përveç dy grupe njerëzish. Janë veçuar dy grupe njerëzish. Përveç dy grupe njerëzish që Allahu subhanahu xhalla xhelalu nuk i falen derisa ti lejnë këto dy punë që janë përmend te këto dy grupe njerëzish. Edhe një herë përsëris për sa i përket hadithit, për sa i përket gjysmës së muajit të Shaban, ka hadith që e ka saksu Albani, Allah e mëshiroft, që flet dhe thot që gjysmën e muajit Shaban, Allahu subhanahu xhalla xhelalu i falen krejt krijesat, përveç dy grupe njerëzish që i madhi Zot xhalla xhelalu nuk i falen. Cilët janë këto dy grupe njerëzish pra që i madhi Zot xhalla xhelalu nuk i falen derisa ti lejnë këto dy punë, derisa të kthehen dhe të pendohen te i madhi Zot xhalla xhelalu. Puna parë, vepra parë që është veçuar në hadith është e shirk. Shirk do të thotë me i bë ortak Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Me i bë shok Allahut subhanahu xhalla xhelalu dhe i madhi Zot xhalla xhelalu nuk ka shok. Allahu subhanahu xhalla xhelalu, siç thot në Kur'anin Kerim, lejse kemithlihi shay, nuk ka se i madhi Zot xhalla xhelalu. Pra, dhe prej zullumeve më të mëdha që njeriu i bën karshi ose bën Allahut subhanahu xhalla xhelalu, zullumi më i madh, padrejtësia më e madhe që njeriu i bën Allahut subhanahu xhalla xhelalu është shirku. Është kur i bën ortak Allahut azza wa xhall në bazë ajeteve kuranore që është përmend edhe në Kur'anin Kerim, që thot vërtet zullumi, padrejtësia më e madhe është shirku që i bëhet Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Ortak do të thotë që njeriu nuk beson Allahun azza wa xhall, beson diçka tjetër. Njeriu i lutet një guri, i lutet një zjarri, i lutet diçka dhe nuk i drejtohet Allahut subhanahu xhalla, nuk e beson Zotin një. Nuk e beson Zotin një. Dhe ne jemi të vetëdijshëm që besimi jon në Allahun azza wa xhall është që ne besojmë Allahun subhanahu xhalla një, i cili nuk ka shok. Dhe subhanallahu, po të shikoni një sure e cila është ndoshta e vetmja sure në Kur'anin Kerim, që është sure e shkurtër, që nga fillimi deri në fund flet për cilësinë e Allahut subhanahu xhalla. Është një sure në Kur'anin Kerim që nga fillimi deri në fund flet vetëm për Allahun subhanahu xhalla. Kush e don këtë sure, Allahu ka më dashur. Dhe kush e lexon dhe thot këtë sure është sa ta lexosh 1/3 e Kur'anit. Kush është kjo sure? Është surja Ikhlas ose Kul huwallahi që njihet te popullata jonë. Kjo sure ta definon dhe kjo sure të tregon njëshmërinë e Allahut subhanahu xhalla. Si fillon kjo sure? Thot Allahu azza wa jall, bismillahir rahmanir rahim, Kul huwallahu ahad. Kul,
thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tregoj njerëzve që Allahu ahad, Allahu është një. Kul hu Allahu ahad, thuaj Allahu xhalla xhelalu është një. Dhe krejt profetët që i ka dërgu Allahu subhane xhalla xhelalu në tokë, nga Ademi alayhi salam, Nuhu alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, krejt profetët që i ka dërgu i madhi Zot në tokë, kjo ka qenë mesazhi i krejt profetëve, mesazhi për njerëzit që Zoti është një. Kul hu Allahu ahad, thuaj Allahu është një. Allahu samad. Unë jam e vetëdijshme që shumica prej nesh dhe fëmijët e vegjël kur shkojnë në xhami dhe mësojnë përmendesh këtë sure. E din shumë mirë përmendesh këtë sure. Dhe po t'i drejtohemi njerëzve faktikisht i bëjmë këtë pyetje e themi çka do thotë Samad? Samad, çka do thotë? Samad është prej emrave të bukur të Allahut subhane xhalla xhelalu. I madhi Zot ka emrat e bukur. Walillahi al-asmaul husna fad'u biha. I madhi Zot xhalla xhelalu thotë në Kur'anin e Kerim, Allahu ka emrat e bukur dhe lutuni me emrat e Allahut. I madhi Zot ka 99 emra. Prej emrave të bukur të Allahut subhane xhalla xhelalu është As-Samad. Ahad, As-Samad. Kul huwallahu ahad, është për emrat e Allahut, ahad, Allahu Samad. Allahu Samad, çka do të thotë? Me apo këtë pyetje njerëzve, çka do të thotë As-Samad? Heshtin. As-Samad është për emrat e Allahut subhane xhalla xhelalu që do të thotë me komentin dhe ta kuptojmë mirë, As-Samad do të thotë krejt gjithë krijesat i drejtohen Allahut subhane xhalla xhelalu për çdo gjë. Rrezik, shëndet, bereqet, të mira, halle kur ka, probleme kur kanë, i kthehen Allahut subhane xhalla xhelalu dhe As-Samad është pikërisht kur i kthehen krijesat Allahut subhane xhalla xhelalu. Kul huwallahu ahad, thuaj Allahu është një, Allahu Samad, ta Allahu kthehen krejt krijesat kur kanë çdo gjë kur kanë çdo hall, çdo siklet siç e thash, i kthehen Allahut azza wa jall, lam yalid wa lam yulad. Nuk është i lind dhe nuk ka lind Allahu subhane xhalla xhelalu, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dhe nuk ka si madhi Zot xhalla xhelalu. Kjo është ajo që na mëson neve akiden e pastër, besimin e pastër, tauhidin te Allahu subhane xhalla xhelalu që Zoti është një. Pra Allahu subhane xhalla xhelalu na ka treguar nëpërmjet këtij hadithi profetit alayhis salam që na sqarojnë dietarët këtë hadith që i madhi Zot nuk i falen ato njerëz të cilët i bëjnë shirk Allahut azza wa jall deri kur ta lejnë shirkun. Dhe duhet ta definojmë edhe diçka tjetër, që shirku është dy lloj. Shirku i madh dhe shirku i vogël. Shirku është dy lloj, shirku i madh dhe shirku i vogël. Shirku i madh është ajo që çka e sqarova deri tani, me i bërë tak Allahut subhane xhalla xhelalu, beson Zot tjetër dhe nuk beson në Zotin e madh xhalla xhelalu. Shirku i vogël, kemi kujdes në përgjithësi për sa i përket shirkut të vogël. Shirku i vogël ti them ta marr si shembull, ai shirku i madh është trungu, është rranja. Shirku i vogël janë ato degzat që dalin te pema dhe kemi kujdes. Shirku i vogël nuk nxjerr për Islamin, mi po quhet shirku i vogël, kemi kujdes. Kemi kujdes sepse na dëmton. Di përmendi disa lloje shpejt për sa i përket shirkut të vogël. Shirku i vogël është kur betohesh jo për Zotin. Për shembull, sa prej nesh betohet për ditë dhe nuk është i vetëdijshëm se është duke bërë shirk nga padija, nga harresa, nga neglizhenca. Prandaj jemi këtu me këshillu njëri tjetrin që bën be jo për Zotin, për gjëra të tjera. Sa njerëz bëjnë be për shembull pasha tokën, pasha qiellin, pasha bukën, pasha nanën, pasha vladin, pasha djalin, pasha vajzën, bën be jo për Allahun. Dhe profeti alayhis salam ka hadith, profeti alayhis salam, i cili thot men halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. Kush betohet jo për Allahun, i ka bë ortak Allahut subhane xhalla xhelalu. Pra betimi në krijesat e Allahut nuk lejohet për ne njerëzit. Pse? Sepse momenti që unë betohem në krijesat Allahut subhane xhalla xhelalu, në qiell, në tokë, në diell, në han, atëherë u kam bërë tak Allahut subhane xhalla xhelalu dhe kjo quhet shirk i vogël. Dhe këtë e kanë rangu dietarët te shirku i vogël. Pra betimi jo në Allah xhalla xhelalu na çon aty që ne bëjmë shirk të vogël, kështu që nëse jemi detyruar, e flas edhe kësaj dhe kët pak, që nëse jemi detyruar betohemi për Allah, duhet betohemi për Allah. Nëse jemi detyruar, pse? Sepse jo për çdo gjë të vogël edhe të madhe tash betohemi për Zotin, nuk është mirë ashtu. Nuk është mirë ashtu.
Domethënë që e bëjmë, domethënë nuk ja japim shumë rëndësi asaj e betimit që ne betohemi. Nëse jemi të detyruar vërtet të betohem, do të betohem për Allah, por jo për çdo gjë të vogël edhe të madhe, për Allah, për Zotin, për Zotin. Ne shikojmë fëmijët e vegjël për shembull në rrugë, lozin e sen, dhe për çdo gjë, për Zotin u bë gol, për Zotin nuk u bë gol. Pastaj ke edhe raste tjera që hasim në për familjet tona, hasim në për mbledhit tona, për shembull ka raste që për shembull në një familje ndodh që i kanë dhënë një ushqim diçka ose një ëmbëlsin e ka servir mysafirit dhe mysafiri e han një copë ëmbëlsire dhe kur do t'i nxjerrë copën e dytë, mysafiri çka thot? Për Zotin nuk e du. Dhe nëse i hahet, shiko, subhanallahu, kemi kujdes. Nëse i hahet dhe thot për Zotin nuk e du dhe asaj i hahet, di se ka po 2 gjunahe. Di se ka po 2 gabime, 2 gjunahe. Pse? Sepse momenti se ty të hahet dhe thu nuk e du, për Zotin nuk du, gjuna i parë është që ke gënjy dhe nuk lejohet gënjeshtra dhe në këtë rast quhet gënjeshtër. Nëse të hahet diçka dhe thu jo, nuk më hahet, atëherë ke gënjy dhe kjo konsiderohet gënjeshtër. Dhe rëndohet kjo gënjeshtër edhe më tepër sepse gënjen në emrin e Zotit. Po për Zotin nuk du. Domethënë shtohet gjunahi dhe më tepër. Nëse ti të hahet thuj më hahet, në është normale, por nëse friksohet se të e han edhe do të bëjt dëm, atëherë më mirë thu jo, mu më hahet, po do më bëjt dëm. Prandaj edhe në këtë rast nuk lejohet. I Madhi Zot xhelle xhelalu thot në Kur'anin e Kerim: "Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum", dhe mos e bëni Zotin peng të betimeve të juaja. Kjo ishte një prej llojeve të shirkut të vogël. Shirku i vogël tjetër është, shihni motrat e mia. Këta e thon dietarët, nuk e them unë. Shirk njeriu mund të bëjë edhe duke fal namaz. Shirk njeriu mund të bëjë edhe duke heqë te spi. Shirk njeriu mund, shirk vogël e flas. Shirk vogël mund bëjë edhe njeri duke dhënë sadaka ose zakatin. Si? Se dikush ndoshta habitet, po mos u habisni. Pse? E kishim fjalën për sa i përket llojit shirkut të dytë. Shirku i dytë, shirk i vogël. Do të thonë njeriu mund të bëjë shirk edhe duke fal namaz. Do thot dikush, po si bëj shirk duke fal namaz? Dietarët e kanë shpjeguar këtë meselë, këtë çështje, duke thënë që nëse hyn namaz, zakonisht kur jemi midis njerëzve, jem në xhami ose jem në një vend që ka njerëz duke u fal, dhe hyn namaz, ti e bën namazin njëtin për hir të Zotit. Nuk ka diskutim, lidhesh për hir të Zotit. Mirë, po ti lidhesh për hir të Zotit dhe zbukuron për syt njerëzve. Ky quhet shirk i vogël. Pra, nëse ne punët, ibadetet tjera i bëjmë njëtin për hir të Zotit, mirë po i zbukurojmë për njerëzit, kjo konsiderohet shirk i vogël, Zoti na ruaj. Kjo është një prej llojeve të shirkut të vogël. Shirku i vogël e kanë konsideruar, e kanë reaguar dietarët gjithashtu edhe kur njeriu shan ditët ose shan kohën. Për shembull, sa prej nesh kanë dëgjuar për shembull mos laj ditën e martë, mos fshi ditën e martë, ose ditën e xhumë, se kanë konsideruar që dita e martë do të sjelli mort, Zoti na ruaj. Gjithë këto janë besime që hyjnë në shirkun e vogël. Zoti na ruaj. Pra, unë i thash disa shembuj për sa i përket shirkut të vogël. Pra, bazë të hadithit të Profetit alayhi salatu wasalam, i cili flet për gjysmën e muajit Shaban, do thonë Allahu subhanahu xhelle xhelalu i fal krejt njerëzit përveç 2 grupe njerëzish. Pra, grupin e parë që sqaron është ato njerëz që bëjnë shirk, i bëjnë ortak Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Grupi i dytë, Zoti na ruaj. Inshallah nuk kemi ke grupi i parë. Mi po ke grupi i dytë, jam e vetëdijshme që ka shumë njerëz të cilët hyjnë te ky grup i dytë. Prandaj kemi kujdes. Jo vetëm kemi kujdes për gjysmën e muajit Shaban, mos ta kemi këtë vepër, nuk do ta kemi këtë vepër hiç, këtë punë hiç. Cili është ky grup i dytë që është veçuar që Allahu subhanahu xhelle xhelalu nuk i fal? Profeti alayhi salatu wasalam e ka përmend që thot el mushahin. Mushahin gjuhën arabe ta përkthejmë shqip, do thot ai i cili është grindavec, ai i cili nuk flet me njerëzit, nuk flet me familjen e vet, ja ka kthy shpinën motrës vet, ja ka kthy shpinën vllait vet, nuk flet me gjakun e vet,
nuk flet me njerëzit. Dhe po të shikojmë që shumica e hasmërive ose shumica e hatërmetjeve është shkak i kësaj dynjaje. Shkak i kësaj dynjaje. Shkak për gjëra që s'kan vlerë. Për gjëra që s'kan vlerë faktikisht. Motra mos t'i flasi motrës për një fjalë goje, vllai mos t'i flasi vllait për një fjalë goje. Do thonë këto janë gjëra që pengojnë faktikisht edhe faljen e Zotit, po pengojnë edhe diçka tjetër. Pengojnë që të ngrehen veprat e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Ne e dim shumë bukur hadithin e profetit alayhi salatu wasalam, i cili sallallahu alaihi wasallam çka thot? Thot Allahu subhanahu xhelle xhelalu kur ngren veprat të edhe të njëjtë. Nëse dy persona nuk flasin me njëri tjetrin, Rabbul Alamin urdhnon thot lejani, mos ja ngrini veprat derisa të pajtohen me njëri tjetrin. Derisa të pajtohen me njëri tjetrin. Pra, shikoni se sa madhështor është ky hadith që e thash e ka saksu Albani, që flet për dy grupe njerëzish të cilët nëse nuk e ka imanin e pastër, nëse nuk e ka besimin e pastër, dhe nëse nuk e ka brendin e pastër, sepse nëse ne nuk folim me dikan, unë kam urrëtie ndaj atij personi, unë kam zili ndaj atij personi, brendia ime nuk është e pastër atëherë. Zoti don që imani të jetë i pastër, pa dhe brendia e njeriu të jetë i pastër. Ju dini shumë bukur atë hadithin, thënien ose transmetimin, atë ndodhin që ka ndodhur në kohën e profetit alayhis salam, jo më kot jepen këto shembuj. Dhe jo më kot jepen ato shembuj në Kur'anin Kerim, pastaj po të shikosh jetën, historinë e profetit alayhis salam, shokëve të profetit alayhis salam, këto janë shembuj për ne. Profeti alayhis salam ka dashur të mësoj shokët e tij se si duhet të jetë njeriu faktikisht, se si duhet ta ketë brendin dhe kush është ajo punë që e ndihmon njeriu ta ketë brendin e pastër. Kur e shikon një ditë për ditëve profeti alayhis salam një plak në mosh, i thyn në mosh, ka marrë abdest dhe uji i kullon nga mjekra. Profeti alayhis salam i ka thënë shokëve të vet, a shikoni këtë njeri? Ka thënë, po ja Rasulullah. Ka thënë, ai është i xhennetit. Ky do hyjë në xhennet. Kush e ka lajmëruar? Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Se xheneti, xhehenemi është në dorë të Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Allah azza wa jalla ka lajmëruar. Kur e kanë pa ditën e dytë, njëjtën gjë ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, ky është i xhennetit. Pra sa herë që ka pa profeti alayhi salatu wassalam ka dashur të mësoj shokët e vet që ky është i xhennetit. Ngrehet një prej shokëve dashmit ton sallallahu alaihi wasallam dhe don ta di, ky çka punë bën? Punë bën, çka vepër e bën? Që ky e ka fituar xhenetin që në tokë. Dhe kush e ka lajmëruar? Profeti alayhi salatu wassalam. Po kush e ka lajmëruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Allahu subhanahu xhelle xhelalu, sepse ai e ka në dorë xhenetin, xhehenemin e ka në dorë Allahu subhanahu xhelle xhelalu, kur kush nuk e ka në dorë, asnjëri nuk e ka në dorë. As pejgamberët nuk e kanë pas në dorë. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam kur ka drejtuar bijes vet Fatimes radhiyallahu anha ka thënë, "Ya Fatima bintu Muhammedin, o Fatime, bia Muhammedit, nxirë vetin tënë për xhehenemi se baba jot nuk ka gjë në dorë." Pra, ai që ka përgëzuar me xhenet këtë plak ka qenë Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Ngret një për shokëve dashmit ton, sallallahu alaihi wasallam, i shkon te shtëpia. Thot, "Duhet 3 sonde ke ty. Am bon konak, 3 sonde ke ty." Dhe ky e pranon. Ky tash tani do ta përgjojë se çka punë bën, çka vepër e bën. Kur e shikon natën, ky s'ngrehet fali namaz natë ky plaku. Vetëm kur rrotullohet sa nga anën tjetër e përmend Allahun subhanahu xhelle xhelal. Kur ngrehet mëngjes, e fal sabahin edhe nuk shikon diçka special. Thot, o fulan, ti i përgëzuar me xhenet që në tokë, mirë po nuk po të shikoj diçka ndaj punë special që ti po bën, ndaj namaz natë, po rrin gjithë natën tu fal, po rrin gjithë natën duke u lut, subhanallah. Thot, nuk po shikoj diçka special thot që ti bën, dhe Zoti ty të ka përgëzuar me xhenet. Ty Allahu subhanahu xhelle xhelalu të ka përgëzuar me xhenet. Thot, unë këtë bëj. Mirë po thot, e kam diçka. E kam diçka thot. Para se me ran gjumë, para se të flej, kur e vjen kokën një stik, ja bëj halal gjithë njerëzve që më kanë rëndu. Gjithë, nuk kam asnjë lloj xhelozie, asnjë lloj armiqësie dhe ja du të mirën gjithë njerëzve. Kur bin shtrat, pra bi me gjoksin e pastër, me brendin e pastër, ja du të mirën gjithëve dhe i falit gjithë.
Çka i thot ky shok i profetit alayhis salam këtij plakut, i thot, kjo është një punë jo secili mund ta bëjë. Kjo është një punë jo secili mund ta bëjë, jo e pamundur, është e mundur, mirë po duhet sakrificë. Prandaj Allahu subhanahu xhalla xhelalu nëpërmjet profetit alayhis salam na tregon që brendia e njeriut duhet jetë e pastër që të pranohen veprat e Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Brendia jonë të jetë e pastër prej xhelozisë, prej armiqësisë, prej zilisë, prej smirës. Duhet ta pastrojmë vetvetin tonë që Allahu subhanahu xhalla xhelalu ti pranoj punët tona. Dhe shumica e hasmërive, siç thash më lart, shumica e hasmërive, shumica e problemeve, shumica e hatërmendjeve është pikërisht e kësaj dynjaje. Dynja e cila kërkush nuk e ka marrë, dynja e cila vriten edhe priten njerëzit dhe më në fund dalin për kësaj dynjaje asgjë s'marrin. Pra, mbas hadithit profetit alayhi salatu wassalam, kuptojmë që gjysma e muajit Shaban, Allahu subhanahu xhalla xhelalu i falen gjithë njerëzit përveç dy grupe njerëzish që i madhi Zot xhalla xhelalu nuk i falen, ato që bëjnë ortak Allahut dhe ato që kanë probleme me njerëzit, që nuk flasin me njerëzit, që bëjnë problemet nga më të ndryshme, armiqësi nga më të ndryshme, këto njerëz nuk i falen Allahu subhanahu xhalla xhelalu derisa t'i lejë këto vepra. Vjen pyetja